Ky mesazh është për ty që je duke pritur me vite për diçka të ndodh, me vite që Allahu të përgjigjet lutjeve tua, që je duke pritur me vite për caktimin e Allahut. Dëgjoj me kujdes. Ekziston një bimë që quhet bambuja kineze. Për 4 vitet e para mezi duket mbi tokë, por gjatë gjithë asaj kohe nën tokë ajo ndërton një sistem të fuqishëm rënjësh. Në vitin e 5, papritur, rritet deri në 25 metra lartësi. Ajo që e bën të mundur këtë shpërthim janë 4 vite të përgatitjes së padukshme. Ndoshta ti je i dëshpëruar dhe i lodhur shpirtërisht sepse po jep maksimumin, por nuk po sheh asnjë shenjë për parimi, asnjë rezultat. Biznesi nuk po rritet, nuk po të vinë mundësi të mira, nuk je ende i martuar apo s'ke ende fëmijë etj. Problemi është se ne duam rezultatin e vitit të 5 pa kaluar 4 vitet e përgatitjes. Ato vite që formojnë karakterin ton dhe i tregojnë Allahut se jemi të gatshëm të qëndrojmë besnik. Suksesi nuk ndodh brenda nate, ashtu si bambuja kineze, themeli që ne ndërtojmë shpesh i padukshëm e bën të mundër shpërthimin në të ardhmen. Viti 5 ndodh vetëm fal punës së palodhur dhe të fshehtë të 4 viteve të para. Kujto që Allahu përgatit udhëheqësit në tenxhere të ngadalt, jo në mikroval. A e din si e përgatiti Allahu Musain a.s. që të ishte njeriu i tij për të udhëhequr kombin e tij jashtë skllavërisë egjiptiane? Ai nuk e përgatiti për një ditë, as për një vit, por më shumë se 40 vjet. Nuk ishte një ngjarje e vetme që e formoi, por një proces i vazhdueshëm. Qëllimi im nuk është të krahasohemi me të dërguarit e Allahut, por të mësojmë nga ato, të kuptojmë dhe të durojmë dhe të besojmë në procesin tonë. Prandaj mos u dëshpëro, ajo që nuk e sheh tani është se Allahu është duke të përgatitur. Ai po punon brenda teje, rënjët e tua po shkojnë më thellë dhe në kohën e duhur, kur ai e di se je gati, do të hysh në vitin tënd të 5. Pra, vazhdo, qëndro, sepse koha jote do të vijë. Përgatitu për shpërthimin dhe lullëzimin. Ja një lutje për ty. I dashur Allah, të falenderoj për ëndrat që ke mbjellë në zemrën time. Të falenderoj që çdo ditë më forcon, më udhëzon dhe më pajis me gjithçka që më nevojitet për të realizuar premtimet e tua. E di se rruga e përgatitjes nuk është e lehtë, por besoj se çdo hap, çdo pritje, çdo sfidë është pjesë e planit tënd të përsosur. Ti po më formon për atë që ke përgatitur për mua dhe unë do të qëndroj besnike dhe e durueshme. Prandaj me zemër të përullur të them, le të bëhet vullneti yt mbi mua. Amin.